Kjo nuk është flutura kineze e cila ka bërë dëmë të parikuperueshme në shkurët të bushit në të gjithë rrethin e Mathit, por jo vetëm. Kjo lloj fluture është shfaqur në zonën e Urakës dhe kryesisht qëndron në vijën liçenore apo të zallit të Urakës. Banorët e zonës kanë ngritur shqetësimin e pranisë së madhe të këtij lloji fluture, e cila për momentin nuk shihet nëse është dëmtuese, por konstatohet se qëndron në vende ku ka lagështi, siç është bregu i liçenit të Ulzës apo edhe bregu i zallit të Urakës. Flutura ka ngjyrë të errët dhe portokalli në anën e krahëve, ndërsa nuk shfaqet agresive ndaj bimësisë. Jashtëkamras, banorët e zonës kërkojnë që ky rast të studiohet nga specialistët, pasi kanë frikë se ky lloj insekti mund të jetë i dëmshëm për bimët e mbjella apo për pemët. Prania e fluturës vjen të re në një rrezë të shkurtër nga Uraka deri në afërsitë të Urës, që lidh zonën me fshatin rreth e bazë. Ekspertët e pyetur për këtë fenomen e lidhin grumbullimin e pazakontë të fluturave në zonën e Urakës me një kombinim me faktorësh natyror, përfshirë rritjen e nivelit të lagështisë, ndryshimet sezonale të temperaturës dhe ciklet natyrore të shumimit të insekteve. Habitatet pranurave të ëmbla si bregu i liçenit të Ulzës dhe shtrati i zallit krijojnë kushte ideale për zhvillimin dhe përhapjen e disa llojeve të fluturave, veçanërisht atyre që nuk përbën rrezik të menjëhershëm për bimësinë. Megjithatë, për të përjashtuar çdo mundësi ndikimi negativ në ekosistemin lokal, prania masive e këtij lloji duhet të monitorohet nga entomologë dhe specialistë të biodiversitetit, të cilët mund të përcaktojnë saktësisht natyrën dhe ndikimin potencial të këtij fenomeni.